Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për Kosovën, për çështjet e sigurisë dhe politikës atje, për zhvillimet e fundit në mbyllje të këtij viti, jemi në muajin e fundit, por edhe atë që pritet të ndodhë në vitin e ardhshëm me shpresën për të tejkaluar krizën dhe për të mos pasur incidente. Të gjitha këto çështje do t'i diskutojmë me zotin Ibrahim Shala, ekspert njohësi i çështjeve të sigurisë, politolog, ish i FSK-s. Zoti Shala, të përshëndes dhe të falenderoj shumë. Përshëndetje juve dhe teleshikuesve tuaj. Faleminderit. Ju keni një background mjaft të pasur, një karrierë mjaft gjithashtu të pasur dhe ngjarje jo vetëm të dëgjuara, por edhe të përjetuara nga brenda, ku keni qenë pjesë e strukturave. Si është Kosova sot në gjykimin tuaj? A është në momentin ndoshta më të vështirë si situatën brenda, por edhe në raport me aleatët? Aktualisht Kosova ka kalu disa sfida, disa peripeci, ta them kështu, që i ka posë si pasojë e zhvillimeve politike që kanë qenë këtu tek ne dhe që ka reflektuar me procesin zgjedhor, i cili proces pastaj nxorri një rezultat që pamundsoi një ngërç të partive politike dhe vonoi shumë krijimin e institucioneve të reja të dolan nga rezultati i zgjedhjeve. Nuk është se Kosova ka pas ndonjë sfidë të jashtëzakonshme në fushën e sigurisë, sepse situata në region dhe këtu në Ballkan ka qenë stabile në fushën e sigurisë. Problemi i Kosovës në vazhdimsi është që sfidohet prej qëndrimeve të Beogradit, karshi pavarësisë së Kosovës, i cili asnjëherë nuk pajtohet me këtë realitet dhe ai insiston vazhdimisht që të ruaj dominimin e vet, ndikimin e vet në Kosovë, e aq më tepër bëhet aktiv kur Kosova ka ndonjë vështirësi, ndonjë ngërç, ndonjë moskuptim. Mirë, po në raport me integritetin dhe sovranitetin e shtetit, nuk është se ka pas Kosova ndonjë sfidë. Ky ngërç i paraqitur si rezultati të zgjedhjeve të nënshkurtit, nuk është se ka ndodhur vetëm në Kosovë, ka historira të tilla edhe në shtetet të tjera. Ka qenë një moment ku partitë politike nuk kanë mund të tejkalojnë disa mos pajtime, disa çështje që ato i kanë pas, si të themi, rivalitetën në mes tyre dhe e ka stërzgjat këtë çështje, Mirë, po, ajo që ka është më rëndësi të theksojmë në këtë situatë, se Kosova, edhe pse shteti i ri ka kriju një traditë shumë të mirë të zgjedhjeve parlamentare dhe zgjedhjeve lokale, e para është ajo kultura politike që pjesëmarrësit në zgjedhje për një herë pranojnë rezultatin. Kjo është me shumë rëndësi dhe përsëri kur ndodh edhe një ngërç me kaq muj, 7 muj, 8 muj sa po bën 9 deri të krijohet edhe zgjedhjet e reja, megjithatë si zgjidhje çdo herë kanë kërkuar, qoftë duke ju drejtuar gjykatës kushtetuese ose në fund edhe me shpalljen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme për zgjedhje parlamentare. Do thotë kjo është diçka e menaxhuar në kuadrat e sistemit. Gjithçka është brenda sistemit zgjedhor, brenda lojrave politike që mund të bëjnë partitë politike për interesat e tyre. Po atë që nuk e gjetën gjuhën e përbashkët partitë politike për të tejkaluar këtë moment, mendoni që qytetarët do të ndërshkojnë me votë fajtorin në 28 dhjetor edhe do kemi një shumicë nga zgjedhjet, apo sërish duhet një qeveri koalicioni e gjerë? Qytetarët e Kosovës nuk është se e përkrohin dhe ju ka pëlqyer ky ngërç kaq i gjatë. Mirë, po si qeni edhe ju në dijeni dhe ka dëshmuar koha, ligjet e Kosovës janë të themeluara marrëveshja e Ahtisarit, ku faktori ndërkombëtar ka imponu disa rregulla që gati në mënyrë të qëllimshme krijojnë disa ngërçe dhe
nuk është e lehtë ato të kalojnë pa ndryshime ligjore, pa ndryshime të kushtetuese, edhe kjo ka pastaj procedura. Tek fakti që kjo kushtetut e Kosovës duket sikur është bërë me qëllim, duke u futur në këto labirinte krize vetëm për shkaktuar këtë që ndodhi tani. Po, është e saktë, sepse duke shpoll Kosovën në mënyrë artificiale, multietnike, ata projektuesit e kushtetutës edhe të ligjeve kanë shku të ajo që edhe qeveria vazhdimisht edhe tjetë multietnike, edhe tjetë e përbërë me një bazë të gjerë partijake. Mirë, po zhvillimet në realitet, zhvillimet politike në Kosovë kanë tash kanë lëviz shumë më përpara për 17 vite dhe e shohim një gjendje ku tash na kemi gati 2 kombe politike të definuara qartë në Kosovë dhe kjo është ajo tash që prodhon këtë ngërç. Kur pola fituese që është fitues, partia por nuk ka mundësi që të krijojë qeverinë dhe kur pola tjetër që ka qenë ish opozit nuk don që të bashkëpunoj edhe të bashkangjitet të fituesit por, partisë por që është renditur me rezultatin e zgjedhjeve, atëherë këtu sigurisht që do të vinje deri te një ngërç, ose që do të roj njënën polë që të bashkëpunoj me listën sërbe që zakonisht i ka 10 antar të parlamentit, 10 parlamentar kësi heri i ka pas non se i ka morë një parti tjetër. Mirë, po ja, edhe vetëvendosja ka ngull kom se nuk do të krijon në qeveri me listën sërbe, edhe si kur të shkohet në zgjedhje, ish opozita ka ngull kom se ne nuk do të ndihmojmë qeverin Kurti 3 dhe kjo është prodhimi i kësaj situate dhe sigurisht në vazhdim të pyetjes juaj se si do të jetë sjellja e qytetarit në votimet e reja, në zgjedhjet e reja, sigurisht se qytetari veç ka marrë tash një vendim brenda atij dhe sipas analizës dhe perceptimit të tij vetjak, ai do të ndëshkojë ato që e vlerëson se është shkaktor i kësaj gjendje. Por në gjykimin tuaj kush është shkaktari? Është opozita që nuk bashkëpunon apo Kurti edhe me gjuhën pas zgjedhjeve që u duk e qëllimshme për t'i vendosur kufirin pra opozitës? Juve si mendoni? Këtu thash e para është një herë përcaktimi kushtetues është dobësia e kësaj. Sepse kur ti një çështje dërgon 2 herë, 3 herë në gjykatën kushtetuese dhe ajo vetëm pjesërisht jep udhëzime ose jep përcaktime, po nuk bën një përcaktim final, sepse në mungesë të mundësisë për të ndryshuar ne kushtetutën e Kosovës edhe ligjet zgjedhore, atëherë vetmja mundësi ka qenë që të bëhen plotësime nga gjykata kushtetuese kur i afrohen këto raste dhe të përmbyll krejt procesin zgjedhor edhe rrethona të cilat mund prodhojnë një ngërç. Do të thotë fillojna me ligjet, pastaj vazhdojmë me gjykatën kushtetuese që nuk e ka shfrytzuar rastin me u dhënë zgjidhje këtyre problemeve të shkaktojnë ngërçet, jo vetëm për këto zgjedhje, po asnjëherë të mos kemi ngërçe tjera pas zgjedhjeve të ardhshme që do të vijojnë, e pastaj vjen intoleranca në mes partive politike për mos të bashkëpunuar mes veti. Ndëgjoj, këtu ka një keq kuptim për mbajtjen e fushatës, sepse krijohet një bindje që duhet të tregohet një kulturë politike shumë kontradiktore, sikur të shkohet në fushat, jo ti që të shpalos programin ton, të ngrit dhe të madhron vlerat e tua, sukseset e tua, por sikur e ke për detyrë ti t'i thur tash lodhë kundërshtarit dhe t'i bën elozhe atij, e kjo qenë ka fushata parazgjedhore e nivelit lartë dhe shumë e kulturuar. Kjo nuk ndodh. Në jetën politike kjo nuk ndodh. Kjo është garë politike. Ta quajnë thonë se është një luftë politike. Debatin nxehet edhe në Amerikë, nxehet edhe te partitë politike në Evropë, normal që nxehet edhe te vendet tona, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe në rajon. Do thotë asgjë nuk ka diçka të veçantë jashtë fjalorit politik që kanë përdorë
partitë politike. Ndërsa kur do të gjen një shkas edhe ke qëndrimin të mahershëm, atëherë është shumë lehtë. Ti do të thu se ky ka dhënë një deklarat kështu, na ka thujt kështu, na ka përmend me terma pejorativ, po në fushot parazgjedhore politike kjo është terma ta quaj normal në thojza, sepse gjithkush i bën argatin vetit e jo atij që e ka rival. Mirë, po kur dojnë mu gjetë shkose gjindën çdo herë për mos me bashkëpunu edhe mos me mbështet fituesin, në këtë rast ishte qeverinë Kurti, që ka qenë në pozitë për 4 vjet, dhe kjo është një qëndrim politik që sigurisht partitë politike të opozitës në këto zgjedhje do të paguajnë kostën e vet, ato që shtrutju më herët për qëndrimin e zgjedhësit si do të vepron. Mirë, po edhe në lëshimet që ka pas pala e opozitës ose që ka qenë qeverinë e detyrë, sigurisht edhe ajo do të paguajë kostën e vet. Kjo është krejt normale, do të shkojmë te sovrani dhe ai do t'u tregon si më thonë vendin, edhe do t'ju jep hakun. Zoti Shala, ju jeni dakord me përcaktimin që bëhet një pjesë nga analistët e media që Kurti e çliroi veriun duke rikthyer sovranitetin atje? Fillimisht duhet të përcaktohemi tek terminologjia. Veriu ka qenë në kodër të Kosovës, në kodër të qeverisë së Kosovës, në kodër të Republikës së Kosovës, i cili ka qenë i mbikëqyrë nga forcat ndërkombëtare të Korit dhe nga prezenca e policisë së Kosovës. Mirë, po nëse e themi në mënyrën simbolike, është shumë e vërtetë se kryeministri Kurti me 4 vjet të qeverisjes së tij e ka rikthy sovranitetin e qeverisë së Kosovës në veriun e Kosovës, sepse janë heq strukturat paralele, janë heq institucionet që kanë qenë si zgjatimi i Serbisë në territorin tonë edhe të shpërndorura gjithandej, dhe kjo ka meritat e veta kjo qeveri, konkretisht kryeministri Kurti, sepse është shtrinj qeverisja e Kosovës në gjitha sferat e qeverisjes në veriun e Kosovës, dhe tash veprohet me ligjet e Kosovës edhe andej. Sepse nuk mund të kemë na dy qasje, nuk mund të ketë dy qasje për komunitetin serb në Kosovë, një ta kemë për mbretësinë territoriale në Kosovë, ku janë komunat Penzome, Shtërpsës, e Ranilugut, e Atonës, e Graçanicës, një qasje ndaj komunitetit serb në këto komuna, dhe një qasje shteti i Kosovës ta ketë për komunat që janë në veritet të Kosovës. Shteti është një dhe qasja duhet jetë një, ligjet duhet jenë një, dhe këta e ka arritë qeveria Kurti me nënkrye zotin Kurti, dhe sigurisht ai ka meritat e veta të pamohueshme në këtë drejtim. Është një etapë e re, është një rrethon e re ku është krye sovraniteti i Kosovës edhe në këtë pjesë. Ju e njihni mjaft mirë çështjen edhe e keni parë, keni ndjekur të transformimit të FSK-s, modernizimit të saj, por si nga ku po mbështetet më shumë në Kosova në armatim në këto momente? Mos ndoshta ka parakaluar Turqia Shtetet e Bashkuara apo jo? E para kur flasim në raport me Turqinë dhe Shqipërinë, ne i dim që ato kanë raporte të mira edhe bashkëpunim edhe në fushën ushtarake shumë të mirë, edhe në industrinë ushtarake, edhe në kuadër të NATO-s, edhe në misionet ndërkombëtare. Sa i përket ushtrisë së Kosovës, ushtria e Kosovës është dizajnuar nga NATO, është themeluar nga NATO, fillimisht edhe është financuar nga NATO. Do thotë nëse ka kriju një ushtri në historinë e vet NATO-ja, e ka kriju ushtrinë e Kosovës. Dhe duke ditë se kush është dominanca e më e madhe në brenda NATO-s, kuptohet që është e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe bashkëpunimi shumë intensiv është në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës në fushën e mbrojtjes, trajnimit
edhe të armatimit dhe në gjitha fushat e sigurisë. Pastaj vinë shtetet evropiane si janë Anglia, Gjermania, pastaj kemë shtetet e regionit këtu, Kroacia, Turqia dhe Shqipëria që janë shumë të rëndësishme në raportet e bashkëpunimit, qoftë shumë palë, qoftë dy palëshe që ka Kosova. Do të thotë, Kosova nuk e bën këtë dallim, as nuk është në garë se me cilin do të zhvillon bashkëpunimin ma intenziv, mirë po Kosova ka interes se ushtrinë e vetë ta pajis me mjete moderne dhe mundësisht sa më shpejt në kohë dhe me koston ma të lirë. Ju keni parë frytet e para të aleancës Turqi-Kosovë-Shqipëri apo është ende herët? Në një bashkëpunim tripalsh, nuk mund të flasë në këtë drejtim, por në bashkëpunimin dypalsh me Turqinë, është në gjitha fushat e bashkëpunimit ushtarak, bashkëpunimit sigurisë, edhe të tregtisë, të blerjeve, të armatimit pajisjev, mirë po kjo fatmirësisht ka shkuar në një shkollë shumë më të lartë, nuk është në blerjen e armatimeve, por në bashkëpunim që i ka mundësu Kosovës, i ka mundësu Ministrisë Mbrojtjes që të ngrisë për herë të parë në historinë e vetë, në historinë e shtetit të Kosovës, të ngrisë industrinë ushtarake. Dhe kjo po ndodh pikërisht me Turqinë, sikur që është e drejta dhe investimi i Turqisë për me ngritë një fabrikë për prodhimin e dronëve në Kosovë dhe pastaj edhe fabrikën e municionit. Kjo për Kosovën dhe për sigurinë e Kosovës është një arritje shumë e madhe, sepse për neve është shumë e afërt lufta çlirimtare, sepse janë edhe njerëz që kanë qenë pjesëmarrës dhe bartë të asaj luftes, luftetarët e gjallë që janë, disa janë ende në ushtrinë e Kosovës me shërbim. Problemi kryesor në luftën çlirimtare ka qenë jo vetëm sigurimi i armatimit, por sigurimi i municionit. Paramendo kur luftarët i kanë front dhe kanë qëndru me fyshek të numëruar. Kjo mo nuk përsëritet dhe nuk do të përsëritet mo me ushtrinë e Kosovës dhe ne jemi shumë të gëzuar. Gjithë ata që kanë pas punë me mbrojtjen, me ushtrinë, me luftën çlirimtare, këto e përjetojnë si një fazë shumë të avancuar të shtetit. Ju thoni që Kosova është në gjendje edhe çdo ditë po përmirësohet që mund t'i bëj ballë edhe një sulmi të Serbisë. Nuk duhet shkërohet pyetja kështu, sepse raporti i forcave në mes të Serbisë dhe Kosovës, qoftë në popullat, qoftë në armatime, qoftë në potencialin e mobilizimit ushtarak, është shumë disproporcion i madh. Mirë, po Kosova ka marrë gjitha mosat ushtarake të organizimit, të pajisjev me armatim, me logjistik, me teknologji, dhe përgatitet për çdo sulm eventual mbrojtës që të mbrojë territorin e Kosovës. Dhe kur do që ndodh ky sulm, na urojmë që mos ndodh. Kosova do të dinë me mbrojt territorin e vet dhe shtetin e vet dhe do të jetë në gjendje me mbrojt, territorin e vet, sepse ne jemi në tokën tonë, në dheun tonë, në shtetin tonë, dhe ai që do të sulmon do ta ketë çdo herë shumë më të vështirë. Pastaj kur t'i shton kësaj edhe aleancat që ne kemi me shtetet mike dhe me vetë prezencën e NATO-s që është e përfaqësuar përmes KFOR-it këtu në Kosovë. Mirë po, Kosova, qeveria e Kosovës, Ministria e Mbrojtjes, Ushtria e Kosovës janë duke punuar maksimalisht që të kryejnë detyrat e shtëpisë. Ajo çka ju jep nënkuptoj me këto detyra shtëpisë është misioni që e kanë me ligj, me kushtetu në mbrojtjen e integritetit dhe sovranitetit vendit. Ju e tha që do mbështetemi edhe sigurisht tek aleatët, patjetër Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aleati i madh i shqiptarëve, por nga këto dy linjat që ju i njihni më mirë të komunikimit, të Dashit edhe të Pentagonit, kjo e ushtrisë duke sigur nuk është cënuar nga ajo që më thatë ju, po tek ajo raportet politike me qeverinë Kurti sikur ka një ngërç, apo nuk besoni që mund ndikoj negativisht në të ardhmen? E para,
esenca e bashkëpunimeve mes shteteve është aleanca në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, edhe bashkëpunimi në fushën ushtarake. Kosova ka një bashkëpunim shumë intensiv me Shtetet e Bashkuara. Është bashkëpunimi më intensiv. Nuk ka ditë të muajit edhe të vitit që një delegacion po menoj për trajnime nuk është në SBA, ose e kundërta nga ushtria e SBA-s se nuk është mrena kazermave të FSK-s. Do thotë është një bashkëpunim shumë intensiv. Pastaj në fushën e shkollimeve, ato që thamë në fushën e trajnimit dhe deri te armatimi dhe pajisjet me armatim, dhe kjo asnjëherë nuk është cenu dhe kjo vazhdon të funksionojë kështu. Dhe na FSK-ja po menoj, unë s'kam drejt tash me fol në emër të Ministrisë edhe të ushtrisë, por FSK-ja dhe Ministria ndihen shumë krenor për këtë bashkëpunim, janë shumë vetëdijshëm edhe Shtetet e Bashkuara çmojnë këto në çdo deklaratë. Ndërsa ajo që ka thonin në fushën politike, po ta analizojmë pak, ta përimsojmë vetëm pak edhe këtë fushë, edhe këto bashkëpunimi dy palsh, ose si e quajmë bilateral, që kanë dëshirë me quajtë këto disa analistë, është shumë në nivel, edhe në fusha tjera është shumë në nivel. Këtu ka një ngatresë ose një keqkuptim i qëllimshëm, por Amerika në mbështetjet e Evropës është si ndihmuese në dialogun në Kosovë-Serbi. Tash, kur SBA-t janë ndërmjetësuese bashkë me Evropën, në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ato nuk janë palë. Nuk janë palë, ato janë ndërmjetësues. E ti si ndërmjetësues, heri përcjell qëndrimet e shtetit tonë të Serbia dhe qëndrimet e Serbisë përcjell te Kosova. Kjo është një detyrë tjetër, një mision tjetër. Mund të jenë Evropa dhe SBA-t pa kënaqur me qëndrimet dhe reagimet e qeverisë së Kosovës dhe të qeverive të Kosovës po flas edhe për të ardhmen, kushdo që të vjen. Mirë, po të gjitha qeveritë e Kosovës para se gjithash e kanë për detyrë të mbrojnë interesin nacional, sigurinë e shtetit, integritetin dhe sovranitetin, sepse askush nuk e njeh më mirë se qeveritë e Kosovës dhe kosovorët sjelljet e Serbisë dhe sjelljet patologjike karshi shtetit të Kosovës. Ata nuk kanë bërë asnjë ndryshim, vazhdimisht që 25 vjet me presion të ndërkombëtarëve Kosova bën lëshime, dhe nëse ndëgjoni deklaratat e Vučićit, kohëve të fundit të çdo herë që ai ka ato mesazh që ka lajtmotiv, thotë po, ne jemi të gatshëm që të vazhdojmë me dialogun me Kosovën dhe duhet të gjejmë patjetër një konsenzus. Ndërsa paramendoni, Kosova për 25 vjet bën konsenzuse dhe ai tash e thot shumë qartë që nuk është për dialog, po është për vazhdimin e fitimit të konsenzuseve. Dhe këtu dikush duhet të thotë stop. Kjo mënyrë e dialogut nuk shkon me Serbinë dhe këto ka bë pikërisht kryeministri Kurti. Pavarësisht se është paraqit gjoja me qëndrime rebele si kryeministër Kokfort për interpretimeve perëndimore, por nuk do thotë se kjo nuk ju pëlqen aleatëve të vërtetë Kosovës. Zoti Shala, edhe një pyetje të fundit kam për atë që po ndodh në Hag, në pritje të vendimit për Thaçin dhe të tjerët. Nga ajo që ju keni dëgjuar nga ish drejtues të lartë amerikan së fundmi, a është momenti pra për ta rishkruar edhe një herë historinë, apo kjo është e vërteta ajo që thon ata, kjo linjë mbrojtje? Tu nuk mund të japim një përgjigje të shpejtë dhe të shkurtë. E para, duhet të nisim trajtimin nga fillimi i krijimit të gjykatës speciale. E para, gjykata speciale është kriju shumë në mënyrë të padrejtë, ju ka imponuar Kosovës. Ingerencat, kompetencat që u kanë dhënë asaj gjykate kanë qenë mbi përcaktimet kushtetuese të Kosovës. Pastaj territori ku është gjetë që të shkojë që të mohen seancat gjyqësore dhe të mohen të burgosurit, është shumë i padrejtë. Pastaj vetë themelimi i gjykatës është i padrejtë kur e bën gjoja për krimet e palës shqiptare,
ndërsa është shumë e qartë për neve shqiptarët dhe për botën dhe për aleatët tanë, se ne kemi pas një luftë çlirimtare, ndërsa luftë okupuese dhe gjenocidale ka bërë Serbia dhe për këtë shkak është dënu dhe bombardu nga Bashkia Ndërkombëtare, konkretisht nga NATO me në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ky qëndrim ka qenë shumë anti-Kosovë, kur perëndimorët kanë imponu barazimin e viktimës me kriminalin, me xhelatin këtë rast. Aq më tepër që tham është bom vetëm për një kom, vetëm për pjesëtarët e UÇK-s, ndërsa jo për palën tjetër. Tonë kohën janë thirrë. 20 vjet për Kosovën multietnike dhe na i kanë imponu multietnicitetin në një Kosovë që ka mbi 95% të popullatës shqiptar, ndërsa kur ka ardhur një institucion kaq i rëndësishëm e kanë kriju me mision një nacional, do thotë vetëm për pjesëtarët e UÇK-s. Pastaj kisha pas dëshirë të jap një shenjë. Kur do që ndodhin luftat çlirimtare ose luftat guerile që ndodhin, qoftë në kodër të luftave civile brenda shteteve për të ndrruar sistemin, ose në këtë rast si lufta jonë e udhëhequr prej UÇK-s për çlirim kombëtar, llogaritet shumë, nga drejtuesit e luftës llogaritet shumë për të fituar për krahjen sa më të gjerë të popullatës, sepse një ushtri guerile bazën e ka vetëm të popullata. Dhe popullata nuk ta jep atë mbështetje nëse ti je plaçkic, nëse ti je arrogant, nëse ti je përdhunues, nëse ti je kriminal. Dhe për ato nuk fiton një guerilë e tillë. Me vetë faktin që guerila e Kosovës, aq shpejt, konkretisht Ushtria Çlirimtare e Kosovës, aq shpejt është rrit, aq shpejt është fuqizuar, pikërisht ka qenë për parimet e drejta që i ka marrë luftë. Nuk njihet ndonjë krim i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Dhe u dëshmu nga ky proces, u dëshmu se dëshmitari kryesor Dick Marty kishte qenë i blerë me para nga Serbia, po ashtu u dëshmua se provat kryesore janë ofruar prej shërbimit serb, do thot prej Serbisë, janë ofruar prej xhelatit, janë ofruar prej atij kriminali që shteti kriminal që ka bombarduar NATO dhe Bashkia Ndërkombëtare për qëllime për të barazuar viktimen me xhelatin. Pastaj, kjo çështje e gjykatës së prokurorisë mi mor këto dokumenta si të gatshme, si të pa kontestueshme, ka qenë një gabim i jashtëzakonshëm. Pastaj paraqitja e dëshmitarëve pa identitet është shumë një mungesë e madhe, nuk flet për një gjykatë të drejtë dhe demokratike, aq më tepër në vendin ku është lokalizuar me mbajtje. Do të thotë ti. Por aty ne kishim ndjes se po ndërpres, kishim edhe zëra nga krahu i LDK-s që akuzojnë për atë që ka ndodhur pas luftës. Individ, komunikata. Dëgjoj, lufta nuk bëhet me dorëza të bardha. Me dorëza të bardha nuk. Por të ketë qëllime objektiva për të shkaktuar, është dëshmuese Ushtria Çlirimtare e Kosovës nuk ka pas. Sepse ne kemi pas një fat mirë si popull shqiptar i Kosovës, është ndoshta një prej luftave çlirimtare e vetmja që nën pushtim nuk ka prodhuar qeveri të kuislinge. Nuk kemi pas formacione të shqiptarëve të rreshtuara në forcat pushtuese që ndodh zakonisht në luftat edhe çlirimtare të kombeve tjera. Këtu Kosova ka treguar një pjekuri të madhe edhe populli i Kosovës. Mirë, po që nuk ka pas bashkëpunëtor dhe individ Serbia në Kosovë, asë që diskutohet. Madje edhe kohët e fundit thuaj që janë arrestuar. Edhe kohëve të fundit, shumë bukur e plotësuar këtë çështje. Neve sot në paqe na dalin bashkëpunëtorë të Serbisë, të shërbimit inteligjent të Serbisë. Dhe qëndrimi se kur të zbulon shpionin e Serbisë, duhet të jesh i kulturuar që mos t'ia thush kështu, mos e ndjehet keq po i the publikisht se ka qenë shpion. Kjo nuk guxon, nuk lejojnë ligjet e sigurisë kombëtare që shpionit mos t'i thuhet shpion. Edhe aq më tepër në luftë.
Mirë, po këto janë të predimenzionuara, janë si me thonë, të tejfryra dhe nuk potin do një dëshmi shumë binse edhe gjatë dëshmive në Hog, më shumë dalin inatët që kanë reflektu edhe nga zhvillimet e pas luftës dhe pastaj që gjallëronin edhe rikthenin edhe ato farngjarjet e luftës. Dhe me mritë esenca pyetjes që ju e bët, të akuzuarit që janë Hog, ata kanë zgjedhur një strategji mbrojtje në konsultim me mbrojtjen e tyre, me avukatët e tyre, dhe kanë mendu se kjo jep rezultatet më të mira. Dhe me numrin e dëshmitarëve, me nivelin e dëshmitarëve që kanë përzgjedh, dhe fatmirësisht që ata ju kanë përgjigj kërkesës së avukatëve dhe kanë ardhur me dëshmuën në Hog, me personalitetet e larta që ju prej Rubinit, e Clarkut, e tjerëve që kanë qenë, edhe njëherë botërisht e dëshmuan besimin e tyre, njohuritë e tyre që i kanë pas kur është zhvilluar lufta, por edhe 25 vjet pas luftës. Kjo për neve, jo vetëm për të akuzuarit që janë Hog, po për neve si shqiptar, për gjithë pjesëmarrësit e luftës, është një ndjenjë mirë, është një shpresë e mirë, sepse pavarësisht kush ka investu, pavarësisht kush është angazhu për me përly luftën e pastër të UÇK-s, për me paraqit ushtrinë çlirimtare të UÇK-s si një ndërmarrje organizuar kriminale, ron poshtë të gjitha, dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe shumë me shtrenjtë pastërtia e luftës së UÇK-s dhe pjesëtarëve të saj, sigurisht që ne shpresojmë dhe do t'i gëzoheshim shumë lirimit sa më të shpejt të krerëve të UÇK-s edhe të shtetit që sot gjenden në Hog. Zotë Shala, faleminderit shumë për bisedën, për mendimet, opinionet që ndatë me publikun tonë, të bisedë të këndshme, të falenderoj shumë, të jam mirënjohës dhe shpresoj që në të ardhmen të diskutojmë sërish për sfidat jo vetëm politike, por edhe të sigurisë. Patjetër, ju faleminderit edhe juve që na i dhatë mundësinë që të shprehemi në mediumin tuaj. Ju falenderit ju dhe të uroj më të mira.